Çokeja, zoti Berisha në konferencën e fundvitit me gazetarët që zgjati 4 orë, Edi Rama nuk u pyet asnjëherë për Agasin. Si shpjegoni këtë heshtje totale? A ka qenë Agasi ai që realisht ka qeverisur Shqipërinë këto 4 vitet e fundit, kurse për Ballukun Rama e tha hapur doktor. Rasti Balluku tha ndryshon nga të tjerat, sepse kërkesa ka ardhur tek ne. A nuk kupton kjo se SPAK ka filluar të godasë Ramon dhe rrethin e tij të ngushtë? Tani, lidhur me Agacion, Don Agacio, dhurat madhi, si që dini, unë e kam quajtur vite më parë, Don Agacio dhurat madhi. Është një super mafioz i urryr, i cili ka duart e tij të zeza në të gjitha proceset mafioze, përdorimin e drejtësisë për qëllime mafioze, në të gjitha që nga sipërmarrja e naftës dhe në dhjetra të tjera. Asgjë nuk e shpëton Don Agacion nga veprimi i ligjit. Por, natyrisht, bosi Don Agacios është Edi Rama, këtë s'duhet ta harrojmë, se në tërësia i ka vepruar me porosi dhe me urdhër të Edi Ramës. Kurse, përsa i përket, Edi Rama e ka kuptuar se në fakt kërkesat për Ballukun janë kërkesa për Edi Ramën, ndaj dhe ai i vendosur të bëj kamikaze, ose të vendos diktaturën e plot, ose të ngrej popullin në këmbë të revoltuar për t'i dhënë përgjigjen që meriton. Flori Leshi, gëzuar doktor, keni ndryshuar qëndrim në raport me SPAK dhe cili është komenti juaj për hetimet e hapura së fundmi Balluku, Agasi e tjerë? Faleminderit Flori. Si njeri që kam jetuar në 2 diktatura, nuk mund të ndryshoj konceptet për drejtësinë në ç'kuptim. Në qoftë se kthehemi në diktaturën e parë, prokurorët e asaj diktature kërkonin dënim me vdekje jo vetëm për hajdutut, për vrasit, por edhe për kundërshtarët politik të regjimit. Për ta kuptuar edhe më qartë këtë, në rast se marrim sot dhe studiojmë, cili është vendi që dënon me masat më të rrepta korrupsionin në botë, mendoj se mund t'jetë Kina. Lofta është një nga vendet që dënon me masat më të rrepta korrupsionin, por dënon po me këto masa kundërshtarët politik. Është një gabim i të ndershëm të justifikosh përdorimin e drejtësisë për shtypjen e pluralizmit politik, de facto azjesimin e demokracisë, me masat kundër korrupsionit që merr ajo. Çfarë do thot kjo? Kjo do thot që ti je gati të japish lirinë tënde si çmim. Dhe kur s'duhet ta pranosh këtë. As unë dhe as njeri. Ne mbështesim dhe do mbështesim çdo prokuror, gjykatës që zbaton ligjin dhe vetëm ligjin. Po t'jap vetëm një shembull për këtë që thash. Në rast se merr akt akuzë ndaj Sali Berishës, ata prokuror ky Altin Dumani, Arben Kraja dhe Milonaj shkruajnë akt akuzë sa avion. Në vitin 92 thonë ata, Sali Berisha i pandeuri ishte president dhe u bën privatizimet e apartamenteve nga të cilat përfituan edhe Argita Maltezi si vajzë e familjes tij në apartamentin e tij dhe ja marrë për Maltezi tek Jati.
dhe këtë servirin në akuzën e tyre, pra në një proces ku përfituan 220.000 familje shqiptare, përfshi ish presidentin e vendit Sali Berisha, që kishte një apartament 3 dhome një kuzhinë. Pse e dhash këtë shembull? E dhash këtë shembull si shembulli më tipik i përdorimit të drejtësisë për qëllime politike. Po ata që mendojnë se mund të përdorin luftën kundër korrupsionit si mburoj për luftën politike, ata gabojnë rënd shumë dhe i bëjnë vendit një dëm të tmerrshëm të jashtëzakonshëm. Drejtësia nuk duhet të jetë politike. Nuk ka asnjë lider opozitar që të ketë imunitet ndaj drejtësisë. Por, kur ti arreston pa akuzë, po vetëm si person anhetim, vitin elektoral lider të 2 partive kryesore opozitare, kjo dëshmon se ti bën gjithçka për të marrë zgjedhjet. Për të marrë zgjedhjet. Dhe kjo është drejtësi ndaj dhe ju, miqtë e mi, asnjëri nuk duhet të gabojë. Është fatale ky gabim. Nuk shitet pluralizmi. Se ke shitur lirin. Po, lideri, çdo lider, çdo është përgjegjës para ligjit. Po kur bëhet në vitin elektoral pa akuzë, kur vihet në arrest pa akuzë, po vetëm si person hetim, kjo tregon shumë të mirëfill politik dhe përdorim politik të drejtësisë. Tani tu pyesun ju, çfarë qëndrimi duhet të mbaj unë? Unë nuk mbaj qëndrim për veten time. Qëndrimi im ka të bëjë me lirinë tuaj. Ka të bëjë me lirinë të çdo qytetari shqiptar. Jo për Sali Berishën. S'mund të pranoj kur një drejtësi që përdoret për shtyp pluralizmin. Kemi 2 pyetje për një temë për konfiskimin e monopatinave. Po zgjedh njërën për tyre. Përshëndetje doktor, uroj të jeni mirë. Cili është plani i Partisë Demokratike për monopatinat, të cilat janë pezulluar dhe mira shqiptarëve u janë sekuestruar? Është veprim absurd. Absurd. Një lloj siç u veprua me TikTokun, veprohet me monopatinën sot, nesër u merret diçka tjetër. Është një dhunim i pronës dhe të drejtave të lëvizjes së qytetarëve shqiptarë. Landi pyet, doktor Gëzuar, ne po e shohim që ndërkombëtarët ja kanë prerë biletën të palloshit të gjatë, por mendoj se duhet të hedhim syt edhe pak nga vetja. A jemi ne atraktiv për ndërkombëtarët, se si të fjetur më duken në raport me opozitën? Përshëndes. Të përshëndes dhe të falënderoj. S'pari të garantoj që palloshi i gjatë qëndron dhe 12 vite në pushtet në qoftë se lejojmë ne. Nuk duhet të gënjejmë veten. Qëndrimi ose mos qëndrimi i palloshit gjatë në pushtet përcaktohet nga reagimi ynë si opozit. Do ngrihemi ne, do kemi mbështetjen më të madhe. Së dyti, vim tek opozita dhe ndërkombëtarët. Sot opozita shqiptare ka mbështetjen më të madhe se kur në historinë e saj. Nga kush? Nga të gjitha forcat politike të qendrës djathtë dhe djathtë në botë. Kur ndonjëherë që nga themelimi i saj, kjo parti politike nuk ka arritur të ketë 7 rezoluta nga tetori vitit 2024 gjerë në 5 dhjetor të 2025.
7 rezoluta ndërkombëtare të firmosura nga partitë më të mëdha, Partia Republikane e Shteteve të Bashkuara, CDU-ja e Gjermanisë, partitë më të mëdha të këtij spektri në botë. Kur? Të cilat sankcionojnë dënimin e farsës elektorale të Edi Ramës, për qëndrimin e gjitha pushteteve në duar të Edi Ramës, sankcionojnë përdorimin e drejtësisë si armë politike kundër pluralizmit dhe opozitës, sankcionojnë lidhjet e Edi Ramës me krimin dhe narkoshtetin. Pra, opozita nuk është qeveri, por opozita ka sot solidaritetin më të madh në historinë e saj nga të gjitha forcat politike si motra në botë. Na përket ne që këtë mbështetje ta kapitalizojmë me lëvizjet fuqishme, të ngrihemi sepse ato rezoluta nga ana tjetër janë një thirrje për çdo opozitare dhe opozitar të ngrihet kundër këtij regjimi. Një profil me emrin Riorganizimi i Partisë Demokratike Itali. Përshëndetje doktor, të urojmë gëzuar shëndet dhe suksese 2026. Doktor, ju kemi kërkuar që para 4 muajsh një propozim tonin për sa i përket riorganizimit të Partisë Demokratike në Itali. Propozuam që organizimi të bëhet në rang rajoni, në mënyrë që të kapim kohën e humbur dhe të mbulojmë çdo rajon dhe qytet në Itali. A do bëhemi të përgjegjshëm se veç me rezistencë në shesh që mund ta fillojmë ne qendrestarët, bie kjo mafje nga pushteti i krimit, ndryshe ky nuk luan nga aty se fytyrë dhe ligj nuk ka respekte. Absolutisht keni të drejtë dhe ajo do të ndodhë. Jemi plotësisht dakord me atë skemë dhe ajo skemë do vendoset. Sipas rajoneve do ngrihen degët e Partisë Demokratike. Ky është qëndrimi ynë. Koldoj, cili është plani juaj për patronazhistët? Ju lutem. Patronazhist është një vepër e rëndë. Ata që kanë kryer këtë detyrë do të bëhen përgjegjës para ligjit, të cilët sot i amniston Altin Troplini. Silvi Malkuçi. Përshëndetje doktor, të rinj të vijojnë të Dhe më falë, kam një lajm këtu të mirë për ju. Përsëri, një gjykatës i ndershëm dhe guximtar çoi për gjykim. Ndonse prokurori hoqi dorë nga çështja e aktivistëve, por një gjykatës urdhoi të hetohet çështja. Pra të dalin para ligjit. Kështu që ata të cilët kanë luajtur rolin e policisë politike të votës, ata kanë kryer krim elektoral. Silvi Malkuçi, përshëndetje doktor, të rinjt vijojnë të ikin, sepse nuk gjejnë dot një zgjidhje në vendin e tyre. Sot përcolla një mikun tim inxhinier dhe thuajse e gjithë Shqipëria ime ka emigruar. Keni ndonjë thirrje për të rinjtë e këtij vendi dhe ka mbetur ndonjë fije shprese që të na mbajnë në këtë vend ku nuk blejmë dot një shtëpi për veten dhe fëmijët? Faleminderit.